personalisht, si njohës edhe i rrethanave, duke qenë aktiv, pash aty personalitet edhe figura që kanë qenë subjekte të ndryshme politike, disa kanë qenë edhe në pozicione shtetërore, kur Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë në pushtet. Duke qenë të tillë, nuk dua të keq kuptohem, por personalitete që shëtisin nga një subjekt në një subjekt tjetër, nuk besoj që mund të kenë autoritetin për themelimin e ndonjë partie lërema lëvizje me një emër të shenjtë për shqiptarët. Dhe keqpërdorimi edhe i fjalës bes, mendoj që për një qëllim politik, mendoj që nuk është zgjidhja adekuate. Megjithatë, t'ja lëm kohës. Të them sa s'më ke thënë, nuk do të merrem shumë, edhe nuk do të merremi shumë me kështu vlerësime, po ne nuk vlerësojmë se është e keq apo problematike se dikush ka qenë në një parti politike, po ne para së gjithash vlerësojmë se kur dhe në çfarë momenti politika është larguar nga ajo parti politike, duke ja shtuar edhe faktin se BDI-ja apo partia që sot është në pushtet në vitin 2001 dul nga një lëvizje mbar popullore apo nga konflikti i vitit 2001, çdo lëvizje dhe çdo lëvizje shoqërore, po edhe politike, e ndërtojnë idealistët. Kurse pastaj fatkeqësisht e shfryzojnë ata që janë para së gjithas dhe mbi të gjitha shfryzojnë për interesat të veta personale. Fatkeqësisht edhe partinë që sot është në pushtet e ndërtuan, e ngritën me gjakun e tyre bit më të mirë të këtij populli dhe sot po e shkatrojnë njerëzit të cilat mbi të gjitha e kanë interesin personal. Dhe ne nuk deshëm që në këto momente kur ai si subjekt politik është në fazën para shkatrimit ne të jemi pjesë e asaj, por ne në momentin më kritik vlerësuam se duhet dalim nga ai subjekt dhe të tentojmë me një ofertë tonën dhe të tentojmë të gjithë ata idealistë të këtij populli të bëjmë rreth një koncepti të ri, koncept i cili edhe si shembull të themi negativ do ta marrë edhe këtë subjekt ekzistues sot në pushtet, që mos i ka përsërisim gabimet e atyre.